Të nderuar, ju përshëndesim drejt për drejt nga Istoku. Jemi në një ndales faktikisht në një stacion të vogël të autobusave. Mirë po, këtu autobus nuk ka. Këtu duhet për shembull për me shku deri në Rakosh ose në Bellopoj ose në Nuç, në Cerkolez, në anën lindore të komunës së Istokut të kam fjalën, vetëm taksi funksionar. Edhe normalisht një udhëtim nëse je veç vet, mundet më të kushtu më shumë se më shku në Prishtinë. Do me prit saksisht, tash ndaj taksist, sepse këtu edhe vetë më kom pritojnë edhe marë taksistat më su se thojnë s'pagun kë, do me prit tash, një taksi më bisedu me të sa është kostoja e udhëtimit për shembull prej Istogut deri në Rakosh ose në Uç, nga kjo pikë këtu jemi pranë sheshit Gjakut, e kemi afër zyrën e gjendjes civile, policinë, jemi në Istok. Pra zona lindore e Istogut, zona lindore e Istogut është e varfër sa i përket transportit publik. Dojmë e këshyrë që shmuj me mri deri në Uç. Qëllimi jonë është më shku në Uç, edhe me taksi, ose me autobus, ose me qka, ose autostop, ose që shmuj. Karakteristike është që edhe vetë që edhe një taksist, nështë ky e ka radhën, e falë, përshëndetja u lodhe, a je mirë? Si për kalën? Mirë, faleminderit. Familjen punën? Mirë. Unë deshta më thu deri në Uç. Deri në Uç. Po, si ka mundësi më shku në Uç edhe sa kushton do të thotë për një person deri në Uç? A do me taksimetra, po goditëm... Mas lirë ti, Mas lirë. mundësia ma e lirë. 7 euro. 7 euro. Po. Po në Prishtinë bëhet 5 euro, pse kështu 7 euro dhe atje? Po Po me taksi, a? Fujti autobusit apo më qënë ekstra dhe në Prishtinë, mas e merë me asë një otar, po këshyrim sapit e merë. Do më thonë, nëse sa duhet kostoja ma e lirë, sa duhet mi prit, sa otar duhet mi pritu në për më shku deri në Uç? Për më mra ma lirë, nëse është 7 euro, 5 vetë ose 4, ka 1 euro e gjys, a? 1 euro gjys kushton deri në Rakosh, Deri në Rakosh, për një person. për një person. Po, edhe qaj person, nëse do mu shku, i ka për shembull me të shpejtën, do mu shku, s'ju pritet, ja morim 6 euro. 6 euro, Po. nëse e ka me të shpejtë. Po, e nëse do më nej, dhejtë mu shët kere kushton 1 euro i gjys. E se ti që po vetë deri në Uç, a i ki me të shpejtën për të ka dalme. Unë e kom me të shpejtë, unë e kom një familjar atje, po du më shku me vizitu. 7 euro. Jo marë stash për Tirane, po kom se më shku me pa thjesht. 7 euro. A do në dhe këthyse. Edhe Ti këthyse... bojnë nga këthyse 14, edhe të pres. Edhe më pret. Po. Sa mund është më prit? 1 orë. 1 orë. Po. Ma shumë jo. Ja. Të ndëruar në altë koka e sopi, 7 euro dhe në Uç, ka i herbe këshyrë në Ujzer, mos t'i bëj reklam tash kompanive fluturimit, dhe në Rom, pe i Tirane del bileta 90 euro 90 cent, do më thonë 14 dhe në Uç. Po, kuptohet me taksi. Ula parë në Turan, ti kërkun his, ka me të vla. Jo, më në që ku jam i më me A ti. ti koke me qatë pasata, a? E ku shën rëndë, s'nash për Uç? Pe neve kujtimi. Kujtim? Me kujtimi me në mas për të... Ja është ati që ne bëqarën dhe atje se metem që tu. Sporti publik, autobusa për Uç, Rakosh, Bellopoj, Cerkolez nuk ka. Nuk o, vës s'ta në zonë që 2 janë ditë, s'ka. E kom një akraba atje në Uç, po kom qef më shku me pa. Qysh mu i më shku në mu nisën kom, autostop, me taksi. Qysh dush, dash taksi, dash me qka dush. Dhe më thonë unë detyrora më prit deri sa të mund taksi normalisht për kostën me pas më të lirë. Da boj, nuk o ropën në shumë, për shtë sanë. Do të të kanë edhe një arsye edhe qytetarët që janë të Uç të asaj zone që vini stëk. Se transporti publik është i vdekur, apo jo? I vdekur, shumë, Sikur me sjetë. da boj, është transporti shumë i dektë, shumë... Edhe na si punojmë ka pak, kem të loshë me gjenë. Normal se Po, një euro e tojnë, gjysmë ka që më shumë thonë- lirë, a? Jo lidh, po edhe Se du si... mi pas 5 euro veç për marrë një stëk. Edhe po, të ti jap hiç, po të ki të loshë,
Normal. Për na dalim për të losë, s'po kemi me çka më morë, se me gjastë punë tjera. Me malë s'po bën, se Ja, malë nuk uqon me prej molin se da by tjera tani, në almeran. Qysh me thonë na i na tash, na me që të rrugëve, s'ka del. Më thonë dhe në rakosh është 6 euro. Pa njerë gjysë është për person. Po, 4 persona maksimal Po, makinë. zë probleme bo kote 2, Probleme është 2, një. bo, shumë herë me 2, i qënë 2, do të më kry thotë. Ata dyve ja u merë ka 1 euro e gjysë, apo ja u merë ka 2 euro? Ja, njerë gjysë është. Njerë gjysë. Rallë ki, si më thonë, si i pagun dikush 5 herë në turën, së problem. Do më thonë autobus kur nuk ka pas të rregullt për akosh, Jo, të regullë s'ko. për Istogut, ose për Uqë, ose për Nuk Cërkëlez. ko, veç ta ndonë të si shkujnë qita dhe shumë Edhe pas. mo Jo. i krymje. Me një kom defekt, me një ka më thu, që më thonë dhe që tash se 2-3 ditë e ka njësë një më pak, se me një autobus, një sjellë padalisht Uqë, kjo problem. Problem. Shtaterë është tek si i paguj nuk kam, kështu që rrafë shërgjësore të prit jam gjithu, po pres të një udhëtar dhe i sa të bohen bashkë edhe pak të mujsha me 1 euro e gjysë më mbri. Të ndëruar, shiu filloj, unë ende duke pritur. Kujtimi atje ka radhën pra si taksist, unë po kujtohem a mi pagu 7 euro, a mos mi pagu. Jam të prit për udhëtar tjerë, nuk ka, po presim edhe pak. Që 25 minuta jemi këtu, në këtë ndales, shiu po bjen, po unë nërmloj jam, për parësi këtë asi, më ka ka petja, e dhe uj për shës atje. E mira krejt koka si uj paska. Po 7 euro nuk o të ma bajt. Jo, a? Jo përbes, po pres edhe pak. Sa do më ta bo bëshmimin? Sa për ma bën. Po qyre ti Mercedesin e pas këtë mirë. Edhe ti s'ki faj që i lyp 7 euro. Po thua? Se këta ky me uj nuk shkon, Jo, për zotin, nuk shkon e vërtet është. Ta bëj 5, 5, Po. ti çka më fitu? kur gjojsh. Sen. Sa kilometra e kende i Pja dus? qes do uj që tu, nështë ta më së shkon me A uj. dro si e vlen kun ta gjun ka pakun? Ja, Jo. Mercedesi, Jo. më kona i diçka tjetër, po. Ja. Faleminderit. Kujtimi është i mrekullueshëm. Edhe ky u dal për i dare, I vërtet është. a? I vërtet. Për familje. Normalisht që janë dej në Ush një 15 kilometra janë, ha? I ka 15. 15. Si ka, nështë ta 15, 13 do të Prapësisht, pas. po. Du më 13. Po presim. Po Shiu i presim. verës si ngrohti dashuris. Po, Na po. kujton kujtimin, ha? Faleminderit. Uj, Burimi të du, shta pa pari i ti. mrekullia, ha? Po. Në gjithë ka të kushton dhe më thonë ma shtrajt se benzini. Po. Shiu filloj, alternativë tjetër s'po kam, 1 orë prita, udhëtar s'ka, kështu që me kujtimin po shkojmë për Uq. Perspektiva, s'luha. Po. Më lidh normal, a? Normal po, do t'i lidhë po. Thuaj. Ciao, si jemi në Uq. Shkodit e shkolla. Ani? Mirë me kujtë. Do shkoj to. Të ndëruar, pra, unë mbërrita në fshatin Uq, në shumë vështërsi prej Stogut, taksisti me solli deri këtu në vend, e tash ko marrë të Bacibish. Bacibish është i njohur jo vetëm në Uq, por edhe në komunën e Stogut e Mexher. Bacibish, faleminderit për mikpritje. Me ndërqofsh e faleminderit edhe për juve që keni ardhur dhe keni zgjedh mua me morë në pyetje, në diçka me vete, me bo pak nenje. Faleminderit shumë për juve. Ne faktikisht një stëg për balë sheshit Gjakut, pritem një kohë gjatë për marrë deri në Uq.
faktikisht pa makinë. Dashte më ardhë veç a muj më ardhë si qytetar me transport publik deri këtu. 4-5 taksista, dikush 7 euro, dikush 5 euro, do të thëtë për një person më ardhë i nuqë dhe mu këthy 7 tha 14. Do më thonë 14 euro ishte vërtet një kosto e modhe, u dasht më prit edhe pak për udhëtar s'kish, kështu që na erdhëm që sherdhëm. Transporti publik i fshatit për fshatin nuq dhe fshatra tjera, të e përfshi edhe Shushicën, Ballopojën, Rakushin, do më thonë është i mangt. Zona lindore e Istogut, nëse e krahasoj me zonën perëndimore, sa i përket transportit publik, është e varfër. Pse është e varfër, pse nuk e kemi një autobus të paktën me udhëtu ose një kombi me pas, për këta njerëz që punojnë, sepse me makinë kostoja nuk është edhe e lirë, më udhëtu çdo ditë për Istog, se janë dikon 25 kilometra në pyetje. Qysh e shen ti këtë problem, dhe qysh muj me zgjidhna këtë problem për qytetarët e Uç, Cërkolezit, zonës ku jemi këtu? Faleminderit për pyetje. Përgjegjja është kjo. Fshati Uç, qysh se para lufte e ka pas nuk e ka pas problem punën e udhëtimit, e ka pas autobusin. Para lufte e ku fjallën. Atëherë e ka pas... Sa herë ka udhëtuar autobus? Ka udhëtuar 4 herë. Një herë natje, me mëngjes, i ka qunë zoncat, ka 12 ora prap, në 2 ora prap edhe në mbrëmje, 4 herë. Autobusi, pra 4 herë ka ardhë autobusi në Uç edhe ka shkuet kuptohet 5 ditë javës. Në më thonë puna që jënë konë zoncat në shkollë. Në më thonë kryesisht vish për nxonca. Vish për nxonca konaj edhe shkojshim edhe na. Udhëtarët edhe na shkojshim. Edhe nxonca ja ka pas për shembull 50% ma lirë, na e kemi pas, nxoncat 50 cent, na e kemi pas 1 euro. Po sot për shembull nëse një smut edhe thot, çu shko më shku deri në Istog ai? Për të smut që është në një Istog, e ka kirën e vetë. Nëse e ka. Nëse e ka. Nëse nuk e ka kirën e vetë, kuj na ti thot? Si e ka kirën këtu, si gjinit këtu, e që nujtë, ndë një Istog. Po, sa problem heq, edhe as kush si merë pare. Ja. Si është smuja urgjente për shembull, a si është smuja këtu, mundet me shku edhe me autobus, se është autobusi, se nxoncat vazhdojnë, autobusi... Po sot për shembull s'është. Për udhëtar, autobus nuk ka. Jo. Ai vazhdon në 5 ditë të shkollës. Si është dita e shkollës qetë, si vazhdon mësimi. Vesh nuk ka autobusis? E kështu nuk vazhdon. Nuk vazhdon. Nuk vazhdon. Se tash... Qysh me rregullu këtë problem? Po Për nuk e shembull, di. unë jetoj në Uç, e kam një punë në Istog, qysh me rregullu? Çfarë mendon ti? Tash që këta që se kanë kontratët me Sadijune, 1% e morën prej komunje, si mas rregullave të fshatit, edhe si mas punëve, edhe këtë sistem fshati e ka të rregullume. Pse? Për çdo premte vjen kamioni me mbledh bërllukun. Burët i kemi, që e pove ti të dyrët e mija e kom burën aty. Mirë po, kisha apeluar të qytetarët, në bazë të këtij mikrofonit ju, edhe kësaj interviste, ta rujmi se nuk bën mi gjumë mbeturinat as në rrugë, as në lumë. Normal. Apeloj të populli, jemi në shekullin 21, janë shkollue, unë jam gjenerata ma e 10-81 vjetë, edhe i kom kuptuar këtë senën kësaj gjenerate, e çka bë ata tjertë, që janë 20 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë, nuk gjuhen mbeturinat në lumë. Pinë gjonja, pinë mushët bonarët e bushët, çka din ky ujë, pejk tujtë në detja dhe atë shkanë. Qysh me ndën të u këto ka. A di sa kalon ky rrugë, sa rrugën e kalon dhe atje, që shkon që Do të thonë ndodh me që helmua. hudhen mbeturinat
Ndodh si po gjujnë bëturina, për shembull, që me po vetë që tash i ka shkoj sa sercen e gjone, sa najlonin e gjone, sa lum. Ma si po vjen me morë bardhugun, është për shembull problemi i ndërgjegjshëm, është kry kjo punë, kanalizimi e kafshati, edhe beturinat nuk gjuhen as në rrugë, as në ujë. Do thotë ju apeloni që Une apeloj se cili me gjujt aty në të bërë në thes milion, a i thesin e ka pe gjujnë me bërdo në kamion, kur vjen edhe u kry puna. ju mendojt lumin. Jo me ndot lumin. Kjo është. Ujt, a ka ujt pikshëm, a ka ujt mjaftushëm. Kemi na lagjet çka jemi në xhami e nalt, s'kem pas problem kur për ujë. Po. Saktësisht naj problem është. Edhe ka ndodh, edhe po ndodh, edhe ka me ndodh, kur bojmë kesh përdorim. Që kësha lut njerëzit me bo kesh përdorim. Nuk ka ujë me vadit. Ky është sistem për ujë të pijes, për antarët familjes, mund është me lagë një mulla, një diçka që aty, diçka, se jo me vadit ara, me vadit livolla, me vadit kopshtije, mulla, ku ta di une, nuk është kjo, mos me bu kesh përdorime, na shkuke nalt, në xhamia nalt. Kurse në xhamia poshtë, pej vjeti e kanë shu ujt, nuk ju në kun kuhe, edhe pej vjeti, dhe vjeti në kun kesh për ujt, në xhamia poshtë. Po, vallaj. Ku ti kish 5-6 orë ujë në ditje, ti e rezervon do, zvot kiameti. Çka i mungon uç? Çka peshen, si peshen ju, çka po i mungon? Sepse dhe shkolla e ri, janë disa kushtet krijume. Çka u të mungu? Par mu po m'vje keq me full, çka po mungon? Po na mungojnë udhëheqësat e shtetit. Mës me konë udhëheqësat që dojnë pushtet, po me konë burë që të kryon shtet. Që ata po na mungojnë Kosovës. Për shef mirë që sot, që 2 muj dit nuk munën me formu e parlamentin as qeverinë. Pejt për qamërt në medheti asë një me një. Kjo, se që kjo, që s'po kem burat shtetit si e formojnë shtetin, jo si e mojnë shtetin, ose si dojnë shtet, se jo pushtet me mojtë pushtetin. Që të po nga mungon, se me pa pos bura që e dojnë me mojtë me formu shtetin, me i lonë të gjitha interesat individual, e me morë interesin e mosës e popullit të përgjithshëm, e me morë interesin e shtetit, me formu shtetin. Aje kishë formu shtetin, se si kishë qyrë interesat e vetë, po e kishë qyrë ku është interesi shtetit. Gjithë shka kishë zonë me formu shtetin. Po të kishim formu shtetin na, ta mënile që duhet me konë. I kishim rinin tonë sot në Kosovë. Rinia jonë sot si para lufte, si mas lufte. Duhet me pas vend pune, duhet me dhonë 3.000 euro, 4.000 euro për një vend pune, s'na qelen as një fabrik, e kesh përdaren, edhe na lanë ditën e sotit, e qka e fitum lirin, që kemi sot e dham gjakun, edhe sot meten, qysh meten, pa djem e pa e zed. Më falë si quheni, Ilaz Syl Kajtazi, nga fshati Us. nga fshati Us. Transport publik hiç, autobus hiç. Ja, s'kemi. Po, qysh mja bo, nëse s'muhë dikush a diçka? Vallaj, po të kalzoj, Me traktor bequ. sa shkolla qel, vjen 4 herë autobusi. Po. Se punë në zënëve, si të ndërprehet, do më thonë,
I drejt kur jep për autobusa. 3 muaj verë jemi tani veç me taks, në i kerë, Nëse e kini punë në stëk, qësh me bo për shkak, qësh mja bo? Po të kalzaj, unë po dalë që tu, kom dashamir më qujnë. Gjojnë, po. Po. Pero, tash s'po guxej më bo fjallë më kërkon mu për ishtë në leje s'kam. E po do të më nejtë shumë djali mirë, më folë mirë, më morë më kërëm që va neje kënej. Lumi i usë është vërtet i lumi mirë po qytetarët po gjujnë faktikisht me Torina. Çka apelon ti? Është paka shumë është në lugë, dhe më thonë ajo, nuk është sigur për pora, pero po shazutën, mirë nuk është. Unë jam për ata, për pastërti. Unë kom jetu jashtë, veç 30 vjetë i bëjnë në Itali, këqyrë kom e gjujtë dushin e cingores. Nëse të shohë unë ty që atje, unë nuk e lëshej dushin e cingores se nashti më thët a i tjetër diçka. Po. Qashtë si? Ju keni jetu në përëndim dhe faktikisht boni krahasim. Çka mungon nus? Çka nuk funksionon këtu? Ja, mas harra se na jemi konë shumë mas me tana, edhe që ajo është mungesa, dhe më thonë jënë pasujat. Pro populata ka njësë paka shumë më vidisu, a halon vend ta më një. Pse dalin shumë për shkakun për ju që kalojnë stok me banim për shkak transportit apo për shkak? Dalin se jemi larg, jemi si zonë e gjujtën thuja. Për punësim për shkujnë. Se kërkush nuk e lësho vendin e vetë, e më shkush. Largë transporti, s'po ka ta më në transport, atje po punësohen, punon buri, punon gruja, thmija në shkollë, do më thonë ma ofer. Po shkujnë dhe po dalin edhe me qire po banojnë. Një stëgë. Unë e kom tim të stugut, i kom 20 ari, djelët, se i kom 2 djelë, dashte me marru shpinë, tjeta ju. Shpinë do me në fshat. Babe babgjyshku. Babe babgjyshku. Klumt. Po shazut. Klumt. Çka bën tashti? Me çka mirësh me? Unë më thonë drejt ashtë që tu po vi, po merë në që tu, ka pak bashkësia për vetë. Kjo është shtëpia juve, apo? Kjo është shtëpia juve është. Ko ka një villë vërtet, pas ke bo mira, Po që kam bo 30 vjetë punu. 30 vjetë. 30 vjetë. Sen s'mujtë me vjedhë me ndërtu diçka, veç më kra. Pasha rezojnë zotit, qëri dora këto është e prime. Qëri thajt lëmë. Sen, jashtë ta me fuqi, edhe një më nërvëzu. Faqebardh, ma mirë, ja vlen. Faqebardh, po përbeq. po lam. Lam, po faqebardh, ja vlen. Klumt, koke marakzi, halal. Në fshatin ush Bacilaze pas ka punu një villë për qef, që me kalu edhe pensionin këtu mirë. Klumt, pas ke do kocka edhe pak, ka dal dale. Ka nevoj shumë. Ka si kur villa trakë. Uja, po ka ujë, uja, po keni ujë. Kemi ujë, ujtë e kemi për i bjeshke. Për i bjeshke, po. Pro me ramjet lirë, a? Po me ramjet lirë, pro vëllaj këta ka të uni pa në kuhen. Se unë jemi pari lidhën të unë, po kom ujë gjithë. Gjithë. Po ata ko gjithë anena pa në kuhen bjeshke. E ki fjallën prej gjami e poshtë, apo? Unë e ku fjallin për këtu, për këta në gjami e poshtë më zvetë ta në të vujtë, ta kështë e për i stugu, po këta e në të vujtë shumë. Në përgjësi. Kjo është një ATV, a e kisat mikrofon? Kjo është një ATV Polaris, 10.000 euro vlerë, 2025. Ma e që të shtë mikrofon? Këtë qanë ku dush, bjeshve, ka dush.
Apo do të çuryk mas. Çurma të vën. No. Ai mirë po punoj ka mashallah i kot. Spuni ka i qa. Ai kohat ka po kunal. Tak, 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 tak. Nuk një qiti ka pak, shtu për shif. Me uspu. Kem një problem me Bacilaz, faktikisht kur ka dasht me instalu rrymen në shpin këtu që në trullin e ri, vërtet ka pas një pengesa dhe një procedurë me plot vuajtje, deri sa e ka realizu, deri sa e ka sjell. Jo se kom të realizume. Alo. Jo, alo. Dhe më thonë, Jo se kom të registrume. du na tregu se çka është. Unë pyetje kështu. E kom bo kërkesën. Po. Mu ka kthy përgjigja, je ma larg 600 metra, Ato si t'jemi 100 metra, bashka dusha. edhe zban. Unë im kon jashtë, i ka orë vllau tjetra, ka thonë, është ma larg 600 metra dhe nuk bën. Nuk ban. Po. Jo mordone, jo kum bon kërkesë për zyti herë, Në kedës. po than 100 metra t'i qesim na. Po. Edhe 2 bandera t'i qesim, ma nej, E qitë në një? jo asnjë. Edhe çka u bo? Unë e pyet ato, thash mrena 3 mujve, 4 mujve, a komë në rrym? Tha ju. Atëherë unë me forcat mia, me bandera, me tel, me krejt e kom qitë me forcat mia. Jenë ardhë mas 2 dite, mas e kom qitë e kanë këqyër. Edhe më thanë, na e qojmë në Prishtinë. Po. Ta pranojnë Prishtina, ta pranojmë na. Kur farë përgjigje. Shkojtë ta, më thojnë, bëne kërkesën, për s'dyt me njës pej fillimi, unë vlo banderët i kom qitë. Po. Të qëre veç më nalë me këqyrë çfarë përforcimi i kakë. Lesi i ka 2 ceva të betonit, 2 ceva Do të që të bënonit, 4 bandera i ke ble vet, i ke qit vet. 4 bandera i kom ble vet, i kom qitë vet. Unë u thash, pse ju s'po ma regjistroni mu? Tha, nuk e punu që shkem thona, thash, lesi shkejke gatë, po thash, unë juve se kom hargju për gjone, kom qitë në hargjimet mija, ju jeni në fitim ma të punë. Banderat i pas ke qit mirë të betonit. Çfarë standardi duhet për këta bandera? A? Çfarë standardi? A duhet më konë të hekrit a? Vallaj zdi çka duhet, e qashtu. Sa ka kushtu që kjo punë që i ke bo Bacilaz? Vallaj, Afërsisht. të 2000 ershi, po. Të dy. Ju thatë Bacilaz se ujë do më thonë keni po zona tjetër e fshatit u, që ka ujë? Këta të poshtë pa në kuhën shumë. Gjatë verës edhe ka po ka Ndërprerje. ndërprerje, jo ndërprerje, po pënalet, s'pa ka ujë bëllë. Po të balë që. A këta të poshtë vallaj, kur po vinë, kur po isha të bajt ujë, me traktora, po mje gjyna pe tyne. Shkojnë një stoka zote, di ku po shkojnë po morin ujë, po vinë. Vështirë. Po vallaj. Të respektuar dhe të ndëruar, jemi në Uq, një fshat me tradit, një fshat i madh që ka një shtrirë të gjerë. Ka shumë familje, jemi tek familja Sadika i kësaj radhe dhe jemi me të ndëruarin, emrin të lutem? Zek Sadike. Avdyl, çfarë problemi keni ju si qytetar? Do të thotë keni ndonjë hall? Po, kem hallë, si të shenë edhe vetë, Po, ti falumi, kjo duft në ka ngoshtu rruga. unë gushtu rruga, po. Ngoshtu proni e kem Proni, shpinë po. afër, Po. edhe jem të rrezikum na me ujë. Ky lumi i Uqës, ky është do të thotë edhe verës edhe ka ujë gjithmonë. Gjithmonë dimnit edhe përndira e mbulon këtë aguar. I mbulon edhe gur. Edhe gur i mbulon. mund del Edhe edhe po, tek Dhe plus është dikon ja 3 metra hinë në zid ujtë. O dalë të erim gjithë asfalti, është rrezikum edhe ky muj kështu. Se ka kry shumë dhe përfunin, dy të vena. normalisht ujë Ujtë shumë i rrezikshëm është ujë i shpejtë këtu. i shpejt. Këtë fshin, këtu për 2 minuta.
Edhe na ka lu gosh 100 milion herë, po i kem afru me forcat tona i kem afru pa. Tash s'po kem as mundësi, s'kem pushet me rregullu vet. Këtu duhet do të thotë edhe këtu duhet një mur betoni. Po, gjithsesi, po, që e kanë bën një krah, po e kanë ndërprer. Do të thotë shtrati i lumi ka qenë më i gjon. Po, 3 metra akon mas poku. 3 metra më Po, mas poku, 3-4 metra. Rruga e kanë ngushtuar. Rruga e orë kështu e ngushtu, se kjo rrugë nuk o kon, po këtu kon bashe ku është asfalti. Këtu bashe. Rruga o kon nalë, ma nalë. Po, e këtu kon bashe, po ta e kanë shu, e këshu këtë rejtroni, rrugën e kanë bo. Përderisa lumi uçës është funksional edhe verës, këta ujë shfrytëzohet edhe për ujitja, po tokave. Po. A mund t'i ujit një gjitha tokat që i keni? Po tash momentalisht përpara gjithë i kem ujit, po tash si që kjo rrugë na kanë ndërprej kanalit tek. Tash na ka met një vatë tek, si thuin. Këtë nuk është më ujitshme. Jo, se na kanë mbyll, na kanë mbyll, se po përpara po kon gjithë ujitshme deri në Zhaku. Te në Zhaku, kon ujë si shku poshtë atje. E tash jo, si që kjo asfalt që i kanë ndërprej tana. Edhe poplis kanë pas faj poplis, se duhet më shumë kom, mes milion me mshel kanalet. E ujtës, gjina, vallaj. Tash... Edhe ato toka tash mo jënë... Kretë një vatë, gjina, vallaj gjina, tash... Edhe që të toka si kemë pas edhe këto, nuk ka gjatë. Po shkojnë dëmë, po për ujtje. Përderisa është edhe ujtë e Zotit... Gjina, vallaj. Mu shfrytëzu. Po, o duft me shfrytëzu, se na pisoj kem hongër bukë, i kem po babë bazhesh. E kem pas ujtë, e kem punu, e kem badit, e kem pas tanët mija që kem pas. Tash vallaj, tash jo lëtë. Tash vetëm livadhe do të thotë kosit një herë ose... Po, vispi shirë, që ka të bjenë pinaqë, se ja probleme. Ku ishe sëtë? Isha pa fusht madhe. Fusht madhe? I ke morë këta druna? I morë këta druna, i ka sita do pëmqë aty, se tash ta monë vokti tyne për mi tha, është kjo. Si penzioner, si pe ka lëkohet këtu? Mirë, në katonë, si në kantonë mo, shumë mirë. Qka po mungën fshatin uqë? Qka është përpërs transportit publik që e pomë, që s'ka autobus të regullt për i stëg, disa tokat pa ujitshme, për shkak të mbylljes të kanalit të. A ka një problem tjetër që javlin me cikë, si qytetar? Në zani si tjera ju, tana i kena përqetu kanale për uj, mire kise, që ashtu që jenë bloku, do tash a regulluar, mas regulluar, nuk e di, vish presim me regulluar, komunja ka dole regulluar, kur nuk e di. Mirë po, çdo vit, do më thonë, rendimentet e bujqësis bien ku nuk ka ujë. Po, la bien. Bien me shumit, bile, se jo me pakizje, me shumit, bile, po bien. Njerëzit për para kanë mjellë, misër, kanë mjellë, ujtë e kanë pas. Na plesh që të posilë me këta trit po dalin, nuk po gjojnë për pasi këtu, edhe po dalin për është. Pse prej uqë faktikisht ka shumë që jetojnë në Istëg, për shkak transportit publik, për shkak ku o problemi? Më dhe ma shumë të për transport, edhe pe gjojnë pak ma mirë aty se këtu. U ma mërmene se s'pedi. Se dhe këtu ajri pasër, Ajri ujtë pasër, bëllëshëm prej bjeshke, natyre mirë. Unë ju më rritë që tu edhe besoj që për shtut këmë shku, të vërë të mos, dhja di ku jam. Hajde kaleni... Jetën gjatë me shëndet. Falenderit, kaleni mirë dhe ju. Respekt. Emrin të lutëm? Bekim. Bekim, si për kalen? Mirë. Që shpojtë s'puna? Kështim qështu, si katonor. Thët i paske lëp të mira, Po mënohem që të hekes me të. ushqim mjaftueshëm, ujtë, bëllëshëm. Tanat mirat janë, veç që s'po do kërkush me najtë të nga tunës, se tanat Se mirat. s'po dojnë më najtë. Se di, vallaj, se di. Si ke vendus më najtë, për rrimë. Unë për momentin e më të najtë, pro tash qysh cilës të ata. sillet. Po, Prej u që ka ndalë shumë i stakë, për shamull, për shkak transportit publik, për shkak shumë problemeve. Qysh e shenti, ku është halli? vallaj, nuk ko qa shumë faktor janë këto si bojnë pjesë këtë farë. Ta trit, po dojnë jashtë më shku. Pe gjojnë vetën ma mirë atje. Numër ne që tash për momentin këtu transportit e na është problem. Se qatë ditë, se të përfundër shkolla këtu s'ka autobus. Veç duhet me kertonoj. Mos mund unë azra diçka? Pa, mos mund, ato duhet me bo zgjidhje pa tjetër. Po, zgjidhje detyrueshme. Po, ajo është tjetër gjo. Po nëse për shembull një plak do me morë një lekci, ku duhet me morë? Ku mundet me morë? Duhet me morë ose në Rakosh ose Nistë. Më thonë këtu nuk ka diçka në ambulant. S'ka kur gjajq.
është ambullanta e punuar, po s'ka fillu hala, edhe s'ka se besoj si ka më fillu bile. Jo. Se s'ka staf, s'ka. Po s'ka staf edhe njerëz, po shkojnë tash, kur s'ka njerëz ai s'mund të funksionu. Do thotë vitale ose jetësore është transporti publik. Unë mendoj transporti publik, po edhe në shtau bolla si trend, kur ta na kemi jetuar që të përpara jemi kon edhe kurse më të vështira, edhe mi kon të nosën. Tash kemi bë pasuni i ballë se di mas vet sa kem, po knasi s'ka. S'ka knas. Knasi. Se di. Ne me mbet vetë edhe plaka. Kosova do më met dëm i plezve. Dëm i plezve. Me ndimen, fatkeqësisht me ndimen e udhëhecat tonë. Po. Të ndëruar jemi këtu në fshatin Ush. Kemi Bacin Ahmet edhe Bacin Avdyl. I kom zonë, a je mirë? Po, mirë. Si për kalon kohën? Po shkojmë të qysh. Faktikisht, çka janë problemet kryesore në qytetari Tuç? Ku është halli? Përpas udhëtimit, përpas transportit publik, për shembull deri në Stog më shku, do thotë nuk pat autobus. Vetëm kur janë zoncat. Qashtu. Po, me nxes, në mesditë edhe në promje. Mirë po, në zoncat e krynë tash në fund të mojit edhe Në qashur. në qershor, atëherë janë 3 muaj për shembull ku vinë edhe bashkëdhetarët e ka qenë njëri më dale. Çush e bën njëri për mu të në Stog? Jemi gjinë qysh gjithë qysh. Qysh ke mujtë. Po. Herë me tokë, se herë me familje dikon në kurse qashtu. Hajt. Autostop apo merr diçka. Po dhe po. Po edhe që ty po dalim gjithë, mas shumë ti. Po. Se si qande që shmonë. Po na morën faleminderit për popullat. Po, i morën. Po. Po. Qështu po shka puna. Po. Ujtë pishëm faktikisht prej lagjës Bajraktari, Knej, ka pak të lashe? Pe bjeshke. Që tash për momentin jo, verës, po që tash që ka po më i dio në masë lëshu kjo sistemi për i burimit, Po. moj natë që ka më kom pak më mirë. Ma mirë. Po, edhe ndoshta edhe kish përdoret pak. Pa, kesh, sa të muna. Po. Na jem gatum për kesh. Morë si jem nëse për po prap, e të zërdanin e parë. Çka mas kjes ti jem na? Për shka të vallohi, për shka të lypsh. Ndash për uj pijës, ta mon, si më thonë vers, nuk kem. Jo. Jo. Rrug, po du më thonë për shëtë si qysh i kem, me qarkullut, vish taksi shka dje këtu, penzo që tu, i kem problemet për qarkullim që tu. Do të me pagu taksin, ti merr 10 euro, 15 euro, gjithë qështë merr. Po të bëj kam ashtaj si bileta aeroplanit. Ma shtraj vëlla si bileta, unë në Shqipni shkoj me 10 euro dhe këthena. Me 10 euro shkoj këthena vers, edhe këtu ki shtrajt, si për istugu dhe në Prishtinë ki shtrajt biletën. 5 euro është dam, valla e shumë. Autobus nuk ka. Autobus jo, që tash nalën zonësat, autobusi nalët. Tash kur s'ka autobus, ka ki me bo do në kom, peshki. Edhe të partë jenë shku qashtu, edhe na shkujnë. Shumë rrallë shohin tri, faktikisht tri të... Këtu e kanë shu tri të një krejtë. Këtu që për ma tri si kur unë e kë. Jem që të. Do më thonë mosha juaj? Vesh mosha juaj se mo... Se valaj, me hi që tu, 3 djenë 3 s'mu shmi bon. Jenë shku në përëndim? Tonë përëndim jenë ikë. Tonë me shkollat këllme, me fakultete, me krejtë. Se kanë gjetë vetën këtu? Se kanë gjetë ku do me gjetë vete kur s'ka vend punë. Do të më ku një parti, nëse je qatë parti, e gjon venin punë. Nëse si je, shkëpi shpije. Bje fyllit, a? Po, vish fillit ka s'mu në tira. Po. S'ki nevoj. Unë kam djali penzo, kam qigen me shkollë të kryme penzo. Ku kanë mund me gjetë pak punë, kanë gjetë privat, qështu, ku gjë tjetër. S'ka qka ma. Që është një për arsyeve që i shtynë dritë me... Po, këta vetë për ishtin këta krysia ishtin më dal jashtë. Udhësia ishtin valloj, se për me pas vend pune, tonë kanë që më nej nga shpis vete me punu. Se mi thonë azilant ati kur mund është në shpit tonë me punu. Kjo është familja ju, në kos për shka ju. Valloj për me qef, as një se lo me dal jashtë. Tonë që tu i punësaj. Kem punu për para në Malzi, kem punu në Zërëgojë kështu, pasha si kur më konë gërbet. Do keme punu të shteke me punu me zërë. Se ndash me më hongër me pi, stërse se kurset që kem pas tamon. Këtu sa i përket tokës, faktikisht atje, po një kanal ishte i mbyllur prej lumit Tuç.
Sa ka ndiku ajo mbyllja ati kanalit për mi ujtë të tokat poshtë? Pa i tash të s'pa di që me thonë, e ndikon shumë se tash edhe jënë shtu, populli kanë marrë uja pi, gjithkush tash nuk mund është me hinë për a bërë kërkuj, në për tash me ngre ujtë, me vaditje. Po me gypa ndoshta. Me gypa, po tash edhe s'ka uj versë. Nuk ka shtjerët proni, i kanë shtina për mena në për shpia këtu, krejt pej projeve këtu, në altë kanë morë gypat, qaj është, s'ka kur qa. Pej një s'ka kur qa. Qa do të më ndryshuna? Qa do të më po mirë për uqë? O, për uqë valoj shumë duhet me pas mirë, gjithë shka, për me pas penzo, kem marua bolon të në qenal këtu, është penzo me kon mjeku si vje këtu, beli një herë, 2 herë njoftë, mësë përshku një stëgë, mësë përshku në rakësh, me pas i falë një me dyshysh, si nasi katunorë. Në këci me morë, du të më shku në rakash, ose? Në rakësh, besa një stëgë, me pagu toksin, kështu beli me pas nga që tu. Ambulanta është, por nuk ka mjek. Nuk ka mjek, është e marume. E marume është. Po, që tu të shkulla është. Së funksionale, do të jo, s'ka motër medicinale. S'ka kur gjon aty, veç e më punu moshtë. Veç si objekt. Objekt. S'ka santa. Kur gjon. S'ki shka një thonë. Me përvu me autostop, se si s'duket autobus nuk ka, po edhe nëse ka, shkon drejt në pej, mund po më vynë më shku një stag, më pas fat me taku dikën që shkon dhe një stag, nëse s'kam fat duhet në taksi me thirr, numër e kujtimit e kam, du me këshirë me përvu. Që kjo pas ka plat, që kjo s'ma nal. Ja, s'ma ka dhez, his. S'ki. Jeta vazhdan. Tash ka lisë edhe shi me dilt, hiqit o mës më lagë. Qëll. Autostop. Me përvu kujten, mos më prit his. Kujta taksi. Go, let's go. Kujta. Alo. Kujta qa bone? A u lodhe? Jo. Liri dojnë këtu prej Radio Westit. Jem musafir dikon. A jem musafira se jam qytet në Rakash, a mund është marrë më morë? Pasha zotë në Rakash marrë, kushton që ka kushtu 7 euro. 7 euro do më thonë, edhe 7, edhe nej se 5 mi ke morë, se më ke dash për më ndëru pak. Po, kështu që unë du të me thirë dikon tjetër, ose me... A ka taksista tjerë këtu, po? A du të më pas këshurë, njeri dënë që jem musafir edhe kështu që... Hajde kujta, hajde shëndet vla. Për shëndet vla, jam të mira. Hajde respekt, ej. Kjo i bjen që edhe më konë të punu 7 herët një bas për më shku dhe një stëgë. Më dash më shku vetë, si bas, qështu qëshje. Mos dash prit, të bon kur se vapë, më ta nalë, zbon i kush, një fyll me vete edhe i bjenë. Haj me det, haj.